Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live dhe ditën e sotme ne do të sjellim, redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë historinë e një gjysheje e cila vetëm përpara disa ditëve dhe konkretisht mos gaboj në datën 6 qershor ka qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë dhe bëhet fjalë për Shpresa Llukaj, një 56 vjeçare nga Puka, e cila tregoi problemin dhe konfliktin që kishte me ishnusën e djalit. Pasi kjo e fundit, pas ndarjes me djalin e saj, ishte larguar me 2 të mitrit dhe drejtimi është ende i paditur. Një gjyshe dhe një baba i cili nuk ka kontakte me 2 fëmijët e vegjël dhe nuk dije se ku ndodhen. Sot zonja Shpresa ndodhe sërish me mua, pasi edhe në mbyllje të programit unë i kam bërë një pyetje zonja Shpresa nëse pala tjetër do reagoj, ai e gatshme të jesh përballë tyre, dhe ajo tha po, jam e gatshme për hir të 2 niprëve për të mësuar për fatin e tyre. Kështu që menjëherë përshëndes 56 vjeçaren, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dashur Shpresa, si keni qenë? Po mirë do mirë. Prej datës 6 qershor që ke qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Në siklet të prit vetëm fjalën tuaj të Pa Gjurmë se vetëm të ju kam gjetë një mbështetje. Se s'kam gjetë as nga shteti, as nga asnjë lloj institucioni, as me policinë në Puk nuk jam asnjë. Atë ditë ka qenë edhe juristi Anex Beqiri. Po. Dhe para se ty në transmetim më the, unë djeva pa keq kur lexova dhe komentet në kanalin e YouTube-it të Pa Gjurmit që zakonisht vjera sa herë shahen edhe krijohet ajo figura e një vjere jo të mirë, jo të keqe, por unë dua të them që mos u merr fare me komentet e YouTube-it. Nëse do hyje në të gjitha emisionet e Pa Gjurmit dhe do lexoje se çfarë shkruhesh për Odeta Dumen, çfarë nuk do lexoje dhe çfarë nuk do dëgjoje. Kështu që mos u merr me këto komente, por ajo që është e rëndësishme është që të dëgjohet zëri juaj nga kjo studio dhe unë ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt me 2 niprit. Por djali juaj ju kishte ndjekur atë ditë. Po. Si reagoi? Manda ki fol shumë mirë, tha, po nuk e dim se sa do të fitojmë deri në fund. Për nipat, për me gjetë fëmijët e tij. Ju keni afërsisht të 6-7 muaj që... Po, qysh me 17 dhjetor, aja është duk nga Puka, nuk dihet se ku është, pavarësisht se me 9 muajt e ka marrë vesh policia, me datën 24 e kemi marrë natën e Krishtlindjeve, ka natën unë e mora vetë policinë, se kishte bërë një deklarimit rat djali, por nuk ju kanë nua asnjëherë për bazë djalit marrë për bazë deklaratat. Dhe mora atë policin e zonës aty dhe i thamë, tha, Shpresa na kemi një hall tjetër. Thash, pse, tha, çfarë halli? Thash, mos na problem ku tjetër, se unë... Ashtu, tha, nuk janë fëmija në Pukë, tha, nuk ndodhen bashkë me nanën e vetë. Po ku janë, thash, ju si polic, thash, si polici, nuk e dim, tha. Por nga sistemi tim sa ta kanë arritur ta zbulojnë? Asnjë gjë, unë kam bërë, djali me datën 26 ka ikë në Pukë, ka bërë një padi penale, bashkë me përmbarusin, se na kemi pasqua dhe të përmbarusi, se ajo nuk pranoi ka për takimin e fëmijëve, me ato data që na kishna. Gjykata, pra. Po, gjykata apelit. Dhe atë na ka dhënë vetëm gjykata apelit në Tiranë, se asë Shkodrës nuk na ka dhënë atë drejt. Për ne, për fëmijën, takimin e fëmijëve, pavarësisht se na nimen e kena, pavarësisht se kena kaluar nga banka, por në dorë na i kemi dhënë kalamajve. E qartë, babai, sipas një vendimi gjykate, ka pasur të drejtat e takimit me 2 fëmijët e vegjël dhe detyrimin ushqimor. Dhe ti po konfirmon që këto pagesa nuk janë bërë nëpërmjet një numri llogarie. Jo, vetëm një datë është bërë në fillim. Dhe kështu duhet të funksionojë. Gjithçka nëpërmjet numrave të llogarisë, se vetëm kështu mund të verifikohet kjo pagesë mujore duke u dhënë lek në dorë, apo ushqime dhe rroba, nesër çdo kush mund t'i mohojë dhe nuk e vërteton dot kurrë që i ke bërë ato pagesa. Gjithë na se na kemi edhe kam pas blerë një telefon çunit, se na dha gjykata apeli këtu si për me fol në telefon, pavarësisht kishte drejtën ajo mi u gjet ata telefonin, po ne e blem ne edhe ja qumë, edhe aty në ngelit të përmbarusi, keni viqut të përmbarusi dhe aty është... Ende, përmbarusi nuk ka bërë ekzekutimin e vendimit, pikërisht atë që ka vendosur gjykata. Sepse nëna është larguar me 2 fëmijë dhe nuk dihet. Dyshoni ku ka shkuar, qoftë dhe në kuadrin e thashetemeve, keni ndonjë informacion se ku mund të ndodhet nusja me 2 ose të i vllai, se ndodhet në Gjermani i vllai, a ka në prill ka pas një viturinë e teatrit, bashkë me motën tjetër që ka në Itali në Pirizaj.
Pra, dyshoni se mund t'i larguar o në Itali tek e motra, ose në Gjermani tek i vllai. Diçka mos e ka një shoqë një dikush e ka qenë në Angli ose në azilet, nuk e di me atë. Por dyshohet se e kanë pa. Kështu na kanë ardhur fjalë. E kanë parë ku? Në Gjermani herë. Në Gjermani. Pa 2 javë. Që logjikisht i bie të jetë tek i vllai në Gjermani. Po, tek i vllai, po. Por ajo që juve sot ju intereson janë 2 fëmijët e vegjël. Aq më intereson. Sa vjeç janë në Niprit? Nipri i ban teshi me 24 I madhi? I madhi, kurse me namajt kurrik ban 4 I vogli. Dhe ju ka marrë malli. Na ka marrë shumë se është e 3-ta vjet që ne nuk bëjmë dot linje me të. Do të jem. Dhe thuhet që fëmijët e fëmijëve janë si mjak. Janë shumë si ashtu, po unë kam edhe diçka se unë sa herë se dal në rrugë i shoh të gjithë gjyshet edhe nanat i shoh me niprat e vet, unë e kam tishin një nanë si unë jo kam bë venin edhe nuk kam drejt t'i takoj ose të flas me to. Unë asaj i pridurt, nuk është se ashtu. Por hem një nanë si unë kam bë shumë për to. Jo vetëm për niprat, po edhe për nanën e tyne. Për ishnusën. Po, ishnusën, pavarësisht nuk është problem, po unë du vetëm ato niprat të kthehen në familjen e vet. E dashur shpresa, por çfarë ndodhi mes çiftit dhe pse ata arritën në divorc? Unë dua të jap një material, momentin kur ti ke qenë përpara disa ditëve në studion e emisionit Pa Gjurmë, ke sqaruar të gjithë konfliktin e bytërinjve që fatkeqësisht kaluan në divorc pas 10 viteve afërsisht martesë. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Një gjyshe në kërkim të nipërve të saj të mitur, me të cilën nuk është takuar prej 6 muajsh, është kjo historia që do të vi pas ditën e sotme, e rrëfyer nga Shpresa Lukaj, 56 vjeçarja nga Puka. Historia e saj ka zanafillën në vitin 2022, kur nusja largohet nga shtëpia me 2 fëmijët, duke u ndarë nga bashkëshorti Besart Kadria. Fillimisht çifti jetonte në Tiranë dhe shkonin mirë me njëri tjetrin, kur dukej se çdo gjë ishte në rregull, mes tyre lindën mosmarrveshjet dhe për shkak të tyre ata u ndan fizikisht. Nusa me 2 djemt shkua në Pukë dhe qëndronin me familjen e nënës, ndërsa babai ruante kontakte të rregullta me ta. Ishte muaj dhjetor i vitit 2024 kur nëna me djemt e mitur largohen pa dhënë asnjë informacion. Babai ka bërë një kallëzim në polici për fëmijët, por deri më tani asgjë konkrete. Sot në studio Shpresa kërkon me ngulëm një kontakt me niprit e saj, pasi prej 6 muajsh nuk ka mundur as t'i shoh dhe as t'u dëgjoj zërin, ndërsa malli i merr çdo ditë më tepër. Kjo është historia e çiftit Sidorela Zenuni dhe Besart Kadria, ku janë prindër të 2 fëmijëve, por fatkeqësisht janë divorcuar dhe ish partnerja e Besartit përpara 6-7 muajve është larguar me 2 fëmijët e vegjël dhe drejtimi është i paditur. Ndërkohë që nëna e Besartit, gjyshja e 2 fëmijëve të vegjël, zonja Shpresa, ndodhet me mua në studio, e rrëfeu përpara disa ditëve historinë, i bëri një thirrje, një mesazh ish nuses që ajo mund të vazhdojë jetën e saj, por mos të pengoj 2 të vegjëlit të kenë kontakte me babain e tyre, por edhe me gjyshen. E dashur Shpresa, unë dua të të pyes, nga momenti që dole nga kjo studio dhe deri më sot, a ka pasur ndonjë reagim nga familjarët e ish nuses? Jo. Askush nuk ju ka telefonuar apo Asnjëri vetëm ato që thash që njeka në YouTube sa asnjë lloj përgjigje. Nga askush. dhe Ashtë diçka as nga policia, se me thanë me marë policia Pukës as kërkush, është diçka shumë në gjumë. Nuk e di, nuk më japin as lloj reagimi, as policia Pukës, asnjë, nuk jam e bllokuar. por ish nusja, As familjarët. për çfarë e bën këtë gjë? Çfarë dyshoni ju? Pse ajo ka Aja fitur vetëm nga telefona? xhelozia, si që tjetër, nuk kam ku ta qej vetëm nga xhelozia tepër që ashtu, mund t'jenë, sa ato janë, djali jem edhe nusi janë kanë dashuruar shumë sa dhe komplet Puka, kush e ka njoft, ju ka pas lakmi dashurinë e ty, pa. Ajo ka ikë në 2022-shin, 2023-shin. Jo, në 2022-shin, në tetor 2022. Është larguar nga shtëpia. 22-shin dhe në 2023-shin në Korrik, djali në unë e kam pas në Gjermani. Një vit pas ndarjes, Pa. ajo denoncon. Pa. Po? Djali ka në Gjermani, patëm që djalin se miku në kërkoj se po që djalin në jashtetin Gjermani, unë do t'i qej edhe vajzën bashkë me 2 fëmijë do t'i qej dhe do të bashkohen bashkë. Po? Dhe atë shku në 6 muaj, sa u dhe letrat,
që janë 3 mujorshë, nuk erdhi, dhe a ditë që kishte ditëlinjën të voglit nuk më ne kapi datën e ditëlinjës, dhe për të madhin e erdhi datën 21 në darë, ka ardhë, ka pi kafe me teatrin këtu në Tiranë dhe me datën 22 ai ka ardhë në Puk. Isha edhe në Puk të prit me bë ditëlinjën e nipit tjetër, të prit me uru për ditëlinjën dhe një ikë barë për Tiranën. Kjo ishte. Dhe në atë moment ai erdhi me datën 22 ai djali ka flet në shtëpi, ma aty të shtëpia të gjyshja vet, djali, të nana të vjerra ime. Po. Dhe me datën 23 ka ne me kalamajt gjithë ditën. Me fëmijët e tij. Po. Edhe mbas dite i ka qenë në orën 5. Tek nëna e tij. Nëna atyre. Dhe në darkë, në orën 9 të darkës, se djali imi ishte gjira me motën e vetë, me vajzën ajtë, se ne i thejmë motër, në vajzët ajtë, ne i kemi motër. Kushurirat e para motra konsiderohen, po. Dhe në orën 9 darkës, djali ishte të hangar bukë në shpi, në tavolinë, edhe bukë nuk e ka kry, edhe e mërë quni malë. O babi dhe që të ba? I thot babi të hangar bukë, apo vjerën a mërë se s'kemi ku flejmë, se janë bërë shumë njerë, se shpia është 36 metra katëror aja shpi që kanë, 1+1, po janë zomat vogla, dhe s'kemi ku flejmë vetëm tokë. Ka edhe kja që nga buka dhe ka shku, ato e kanë gjujtë në ta, dhe djali im ka edhe fotot që ku e kanë ato familjarët e nusës, bashkë me nusën, kush jeti që do me marë fëmijë. Pavarësisht se vetja kishin dhënë telefonin me fol me teatrin për me sjetë. Pra, momenti që babaj ka dërguar fëmijët tek nëna, ka ndodhur një konflikt. Jo, masi janë ndarë. Masi janë që fëmijët në darkë, janë kanë që fëmijët në orën 5 mas ditës. Në net darkë e ka marë qunin në telefon, apo vjen në merë flejmë të shtëpia të nana. Po, ka ndërmarë fëmijët të flenë me babajnë e tyre. Djali ka shkuar. Ka shku me i marë, edhe ka djali madhë. Ka bërtit i vogli, si ka dishe i vogli mik me tjatin, ka djale ama e nusës. E ka shajt, e ka shtu. Ish vjera. Po ish vjera, e ka pas djalin e vogl në kra. Po. Dhe këtë jetin përdojë, këtë me histori ma ka tërgu dhe qunim madhë. Dhe që ka ndodhur aty konkretisht? Aty e kanë gjujt. Djalin tuaj? Po, dhe ato ma atë gjujti që kanë bërë dhe kanë kërcnu djalin, kanë pashin lejmu policin. Po. Dhe në atë moment, prepe thirën ato dhe unë isha me ta në atë moment. Lash fëmin të shpia dhe isha me të me djalin, ku e policia. Edhe u dërzu vetë djalin, nuk ishte se nuk ashtu, nuk ishte ne... Se që kishte ndodhë, ato nuk i dishtë në atë momente. Po unë pysë qunin e vogël, nipin, se si ka ndodhë. Edhe, thë po mërë thë të në ashtu, dhe ato e kanë tërtru dhe policia mrajna në... Djalin në polici, me... Se ti përnësh gjitha ato që ati i deklaruaja. Pra, le të themi, ju po tërgoni që djali juaj shkoj të merë të fëmijët dhe u dhunua nga ish njerëzit e nusës dhe këta të fundit kanë bërë një denoncim në polici duke akuzuar se ky ka ushtruar dhunë ndaj tyre. Ndaj tyre. Po? Dhe atë, se nusja kancelarën e Shkodrës, ish kancelarën, se nuk ashtë ma, ish kancelarën e Shkodrës, e ka pas shoqe të ngushtë. Dhe drejtorin e spitalit Puks e shoqe kancelarës. E qartë. Po tërgoni njerëz të një orë në disa pika kyçe që e kanë ndihmuar për këtë çështje. Për këtë çështje. Dhe nuk është ba ekspertiza e saktë, as nuk është dhënë si ku ka shku, se unë kam në gjithë natën atë natë para policisë, kush ka shku i pare, kush ka shku me ba ato ekspertizën të spitali, se spitali kanë pa kamera, atë natë, dhe policia kanë pa kamera. Dhe gjithë gjë është ba si ndeshtë... Po, çështja kaloi në gjykatë? Kaloi në gjykatë. Djali juaj? Djali u fut mrena. U dënua? Po. Sa burg ka bërë? Ka bërë 6 muaj. Pra është dënuar për dhunë në familje me 6 muaj burg. Po. Ndoshta e dashur shpresa çdo nën e ka të vështirë të pranojë që djali vetë mund të jetë dhunues. Por ndoshta në një moment gjak nxehtësie mund të ngritur dorën dhe ka goditur sepse është dënuar, ka marrë një dënim. Unë e shoh se më ka treguar nipi, nuk është se po e besoj se më ka treguar quni. Edhe unë po ja besoj. Unë besoj te nipi, se ja ka thënë edhe ati psikologut, nipi. Po? Djali ka thënë, kur e kanë thirrë të psikologi, i ka treguar babi nuk ka faj, babin e kanë rre nana Florie, se e ka Florie, bashkë me dajen edhe tezen, edhe ka gjujt edhe mami. Dhe unë, po të ashtu nuk i di, kam foton ashtu, ata gërdishin që ja kanë bën, sepse ata ja kanë qujtë gjëja se ti e ki bën besoj. Atëre, djali juaj Besarti ka kryer burg, 6 muaj burg, për shkak se është dënuar për dhunë në familje. Dhe nusja u pajis besoj me në një urdhër mbrojtje. Po.
Urdhër mbrojtje që babai s'duhet i afrohej për sa? Për 100 metra. Për koha sa ishte koha? Për 12 muaj. Për 1 vit. Pa. Por pasi djali doli nga burgu, çfarë ndodhi? Ashtu ishte, 12 muaj, por quni me majtë kalamajt kur i kishte mi taku shumë larg, pavarësisht ajo mundoj ka me afru me provokim, po pavarësisht ai gjithë një majka distance. Dhe takimi mes babait dhe fëmijëve bëhet zyra përmbarimore apo ishte një person i tretë? Ishte policia. Nëpërmjet policisë. Policisi. Bëhesh takimi. Pa. Pra, pas kësaj ngjarje kaq të rëndë që ka ndodhur, le të themi takimi u bë me anë të policisë për një kohë të gjatë, derisa ajo iku dhe u largua. Pastaj ne s'kishim kishte vetëm takimin, nuk kishte as telefonata, as ne bëm për në gjykatë të apelit në Tiranë, dhe aty na dha i dha qunit një ditë në mujt, çdo shtunë të mujt të parë, ditën që është shtunja e parë e mujt, dhe ton javën me folën telefon me kalamajt, dhe 2 ditë në javë kishte takim 3 orë në për të qëndruar me fëmijët. E dashur shpresa, gjatë, le të themi, edhe kërkimeve tona, ne i kemi zbuluar këto urdhra mbrojtje. Dhe për të qenë transparent, regjia do na japi urdhrin numër 1 të mbrojtjes, aty ku shënohet pikërisht se më 26/7/2023, këtu më ndaloni, nuk është nevoja për ta lexuar të gjithë, stopoheni, ish nusja juaj, Sidorela Zenuni, është pajisur me urdhër mbrojtje sepse djali juaj e ka dhunuar dhe është dënuar me 6 muaj burg. Por, ne na doli dhe një urdhër tjetër mbrojtje. Po, ka dalë 10 muaj që dhe amarut është në maj, me 26 maj. Se për herë të dytë, Sidorela u pajis, ma nxirni dhe urdhrin e dytë të mbrojtjes. Nuk e di, se për shkak vetëm e dim sa dhënë urdhrin. Urdhri i dytë, ky është i pari. I pari, çfarë ka vendosur gjykata pikërisht për urdhën e mbrojtjes, kemi dhe një urdhër tjetër mbrojtje që është 17/7/2024. Pra, pasi ka mbaruar urdhri i parë i mbrojtjes së 2023-shin, ish nuse juaj Sidorela Zenuni është pajisur sërish me një urdhër të dytë mbrojtje. 10 muajorshë. Për 10 muaj, por çfarë ka ndodhur? Atë është vetëm a dhënë si e ka kërkuar ajo. Edhe as isha tjetër se pse nuk ka pas as lloj takimi, as një lloj prezence me ta, por aja në bazë si kishte atë shoqnin, aja është një mik shumë i fortë si e ka një ndonjë lloj pikpamje. Unë vetëm këta duhet tjetë e drejta djalit tim sepse u fut mrena dhe a fut pa drejtësisht, ashtë dënu pa drejtësisht. Por si e mësuat ju që ishte pajisur këtë urdhër mbrojtje, sepse është bërë një... E thirrën të ashtu dhe unë kam pas avokatin. Aktualisht ka skaduar si urdhër mbrojtje, se 10 muaj, i bie maj në këtë vit të ketë skaduar. Por unë besoj që ajo ka bërë një denoncim, është ndjerë e kërcënuar. Jo, nuk ka bërë e kërcënim, vetëm se ka kërkuar të urdhër mbrojtje. Të ripërsërisi urdhri mbrojtjes, djali është rritur nga gjykata për herë të dytë? Nuk e di, ata nuk e kam për t'i dire. A është thira, po është dhënë, po më duhet, po ka shku avokati më duhet. Avokati i juaj, por ju e zbuluat nëpërmjet... Nuk e di, a shkoj avokati, a shkoj dhe quni, ata nuk e kam për t'i dire, se sem të... Ashtu, po, e di sa është bon urdhër mbrojtje dje në... Jo, ako në të quni, tërgoj, ashtë dhe kja... Edhe djali, e qartë, e dashur shpresa, unë të pyeta dhe në fillim të programit nëse ka pasur një telefonat apo një reagim nga familja e ish nuses apo nga vetë nusja Sidorela dhe ju më thatë që jo, as një lloj telefonate. Dhe unë do të them që pasi emisioni u hodh në kanalin tonë në YouTube dhe u pa nga shumë teleshikues komente të ndryshme ku edhe ju jeni ndjerë keq nga ato komente, por e ka parë dhe familja. Familja e Sidorelës Zenuni, familja Zenuni, por edhe vetë nusja. Dhe unë do të them që ditën e sotme ka reaguar vllai i Sidorelës dhe pikërisht ish kunati djalit tuaj, Klismani. Klismani jeton në Gjermani dhe menjëherë, sapo e ka parë emisioni dhe denoncimin që ti bëre nga studio emisionit pa gjurmë dhe i bëre thirrje motrës së tij që ku janë fëmijët, 2 niprit, logjikisht këtë drejt do të dish për fatin e tyre, ai na ka dërguar disa mesazhe dhe në fakt jo disa, po shumë mesazhe në numrin e redaksisë e emisionit pa gjurmë. Për të qenë transparente për ju, për publikun, por dhe për vetë familjen Zenuni, unë dua t'i lexoj këto mesazhe, regjia do na ndihmoj për t'i lexuar mesazhet dhe do t'i stopojmë pak që unë t'i lexoj me vëmendje. Atëre, unë quhem Klisman Zenuni dhe jam vllai i Sidorela Zenunit, ish nusja
e ati që kishe në studio për para pak ditësh. Unë do t'ju tregoj versionin e sakt të kësaj historie, pasi ju keni vendosur ta publikoni këtë histori pa marrë informacione paraprake ose pa marrë leje për publikimin dhe dëmtimin e mbiemrit Zenuni. Gjithsesi, mendoj se nëse keni arsyetimin e duhur, do dalim në një konkluzion të përbashkët. Do të kalojmë te mesazhi i dytë. Ndaj ditën e sotme ne ju thërritem në studio, padyshim, unë sa herë them që në këtë studio zëri çdo kujt do dëgjohet, nëse ata duan të deklarojnë diçka dhe të japin versionin e tyre, padyshim do të kenë dhe kohën e tyre televizive. Motra ime ka ikur nga shtëpia pasi çuni i kësaj kishte filluar kokainën dhe kishte borxhe nga shumë njerëz që e kërkonin dhe kërcënonin dhe nga kjo ishte bërë paranonjak dhe ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj motrës në sy të fëmijëve dhe kërcënonte se do e hidhte nga balkoni i shtëpisë. Fëmia i dytë ishte 1 vjeç dhe shpesh sëmurej dhe ai nuk ishte në shtëpi deri në orën 6 të mëngjesit. Dhe kjo është shumë e rëndë. Fiks. Pra ata e akuzojnë që djali juaj ka qenë përdorus i lëndëve narkotike dhe... Edhe këtë tjetër, të kanë drejt me akuzu se ai që ka po dhe këtë... Dhe motra kishte fakte që burri e kishte tradhtuar, se ju keni thënë në këtë studio që ajo ka qenë shumë xheloze. Xheloze dhe shkaku i ndarjes ka qenë xhelozia, por ai tregon që kishte fakte që burri e kishte tradhtuar, pasi kishte passworde dhe adresat në Instagram dhe ky rrinte natën në orën 1 në Tallava, në përpabe, bashkë me shokët e tij. Pasi motra u kthye në shtëpinë e prindve të mi, u vendos që për hir të fëmijëve motra do ja falte, nëse ky do të hynte në një terapi. Sepse gjithnjë ka qenë përdorus i lëndëve narkotike dhe duhet të shkonte në spital për të bërë këtë lloj terapie, të pastrojë, dhe pse ishte i shtruar, kishte shoqërinë që vinin për të takuar dhe mundësia ishte e lartë që ai të merrte prap drogë dhe doli i pashëruar nga aty. Pra djali ka qenë në spital. Lexova thelbin e mesazheve dhe është e djali ka në spital, e kemi shtruar ne. Vazhdohet historia, por unë ditën e sotme dua ta marr vetë zotin Klisman, pas pak në një lidhje telefonike, uroj që ai të më dëgjoj dhe të reagoj, ta kem në një lidhje telefonike, pa i lexuar të gjitha mesazhet e tij, por ky është e thelbi. Pra, ai akuzon se shkaku i ndarjes ka qenë tradhtia, djali ka qenë përdorus i lëndëve narkotike, motra e pranoi ta falte për hir të fëmijëve, nëse ai do shtrohej në spital për të bërë një terapi dhe të pastrohej, por doli i pashëruar nga spitali dhe mund të na shpjegosh këtë situatë. Po, djali na ka shtruar në spital. Për pije alkolike, për pije alkooli. Ka qenë përdorus i alkolit, po? Ai nuk e ka pas pije alkolin, por kohët e fundit e ka pas në nështru se del ka me vjerën, ish vjerën, del ka dhe e qitë, ai i ati tyne, pas 3 metra dikuar sa gjina të ashtu, ai ka pas pije alkolin mas. Za ai gjithë mjesë që e qitë ka ty, ne i ka dhe një gotë raki, që unë i kemë. Zandrit. Dhe alkohol ka pas fi për drogë, kur kena bo analizë nuk ka del për punë drogë, por ka del për punë alkoholi. Analiza ashtu nuk ka dhanë ne, tjatit, ati rameti tjatit djalit. E qartë, e kuptoj. Ndërkohë djalit sot është përdorus i alkoolit? Ja, alkoholi po, piraki, po jo, për një gotë në darë, kur ullet me flejtë gjumë, dhe nuk ke ashtu. Sepse të konsumosh një gotë dhe ti jesh përdorus i vazhdueshëm i alkoolit, kjo është akoma më e rëndë. Jo, nuk është. Ta e pun me... Ashtu, këtu e kemi në Tiranë, nuk është problem si unë ta i po rraj edhe ose po ashtu, po nuk është. Ashtë i stresum nga fëmijët nga familja, po ashtë si sa e prep ka thonë unë e fali, për gjënat që më ka bo, pa i për shpivit që më kanë bo, po ashtë që ja fali edhe që ja fletë, se normale, se kur ti kishë, dhe gjënat që nga ka ndodhë ne në familje, normale se ato do flasin që do dalin nga situata. Dhe pse, ne nuk ka thonë asë i leje drejtë asë kërkun. E qartë, unë e kuptoj që si nën ndihesh keq kur lexon mesazhe të tilla në emër të djalit. Normale. Por padyshim që unë mesazhet e tij sot do t'i transmetoja. Ai kërkoi të reagonte dhe kërkonte të jepte një përgjigje dhe unë dua të jem transparente me çdo personazh që kam këtu në studio, sepse e kuptova që u ndjeve keq kur ktheve syt dhe po i lexoje të gjitha ato mesazhe. Unë këtë tjetër, ai shumë mirë që i ka xher ato, se mund ka kur kanë fut djalin kunatin ai që ka fut në burg, që i futi majna,
Atë natë mu më ka kërcënu bashkë me familjen. Tesh unë nuk e kam shpërgjithësit, dhe nuk ma ka besu as policia, ndashtë ta më besojnë se aty akon pa kamar policia. Pra dhe ju keni marrë kërcënime nga... Unë do të baj zgjak, do të baj zgjak edhe s'ka shanse pa e bo unë ata që më duhet me e bo. E ka thonë Kesman Zenuni para policisë të Puks, të zyra e policit që jashtë roje. Dhe asë një gjanë nuk është reagu nga policia. Dhe nusja, i ka thonë policit, shpejt me mba foton se edhe i ka tira supit. Na ka sjell një foto që të regoj që është e dhunuar, nusja. E kemi ato foto ju lutem, regjia? Ding, edhe i ka thonë shpejt e se mik. Ma nxirni ato foto nëse e kemi, që na i ka vendosur ja, kjo është fotoja. Ishtë nuse se cila ka fotografuar pjesën e trupit kur është dëmtuar duke akuzuar djalin tuaj se ka qenë ai që e ka lënduar dhe e ka dhunuar. Ne do t'je, gjdo gjë, unë du vetëm 2 fëmijë. Aja s'është e vërtet që është e dhënume, sa aja ka bo vetë me dorën e vetë, sa aja bo me cikë me dorë, aja kishte një gjë se u baj ka fillë. I kishte gjithmonë. Unë nuk e pranoj kur, më konë një tjetër, thamë, do e po aj, kur për ta nuk ashtu, sepse unë me full kesh në isaj, njëhe me full kesh në isaj, aj bërtit ka baj kanamin për si do jele. Dashur, shpresa, Kris Mani nga ka dërguar dhe një audio, një komunikim mes motrës së tij dhe djalit tuaj. Pra, ishtë qifti kur ishin ndarë dhe komunikonin me njëri tjetrin. Ne ka vënë dispozicion këtë komunikim, ishte goxha i gjatë, por ne jemi munduar që jo të gjithë ta japim në transmetim për shkak edhe të kohës televizive, kështu që do kthehemi të dyja nga monitori për ta dëgjuar, ndoshta ti si nën nuk e ke ditur se çfarë komunikonin dy të rinjt me njëri tjetrin, ndoshta mund të ofendoni njëri tjetrin për shkak edhe të xhelozisë, për shkak edhe të inatit, të hatërmbetjeve, por unë vazhdoj të theksoj nga kjo studio, dy të rriturit, pra si djali juaj dhe ishnusja juaj, mund të kenë shumë gabime ndaj njëri tjetrit. Djali juaj mund të ketë shumë gabime. Shumë, unë ja konsideroj se ai ka shumë gabime, sepse nuk e ka marrë pozicionin që duhet me marrë si... Por, thelbi është që 2 fëmijët e vegjël janë të pafajshëm. Dhe ata duhet të rriten me dashurinë e madhe si nga daja i tyre, nga gjyshi, por edhe nga babai, nga gjyshja, nga njerëzit e babait. Kjo është më e rëndësishmja dhe unë e them vazhdimisht në çdo emision që kam raste të tilla. Por kthehemi nga monitori dhe e dëgjojmë të komunikim. Dhe jeta për e prap. Nënë, pops, lajtem, unë kanë folë dhe të traja, në kanë bashkë krymë. Ma do një halam, dhe hini në nëzak të shëbra, pa me zënëm. Mu shë belet, i kanë bo blok. Pali që kredit, ka sa të marë telefon për me folë me mu. Harrajni, pasha fmit, e pasha sa të 2 djep. E pasha sa të alancik. Nuk e kam shiju i jetën me ta. E më se pasha kur me dritat të shenit, vlajet një e se vrafa. Ku ta zonë kam e vra. Sa që në shpi ka me ta të regullë, pistoletit të shme po. Ka me ta bo blos pasha fmi. Ka me, që ashtu si më kini bo mu, ka me o 63 kile. Që ashtu ka me u bo. I që se dhe ti herë s'ka në polici, banu gati. Po, normal. Vjëm të të tërgën. A ko mund si me thonë se ku do me dëllë në këtë gjaj jam të thonë? Ki shak fen me këta, shak fen me këta. Kush t'i bojni për vështroni ta? Unë e shaktu si jeni të bo mu me kush? Po nuk ka të t'bo kush, mor. O ti a ki logik, nuk ka të t'bo kush ty, mor, na ki bo ti. Ti na ki shkatru tonë dhe ki shkatru nanë bot tonin. Në ki shkatru mu, i shkatru ve fmit, me diskutime, me debate çdo natë. Me drog tonen, të mbështetat, tash në kemë në kra. Vetëm vazhdo, vetëm kuroho, shabon e ti, mas bizhozeve, mas drogës, mas alkoolit, mas shokve, s'ki dish një adit për fmi, as për gru. Nuk e kam regull telefonin. Se ki në regull telefonin? Ja. Apo nuk je në regull vetë? Jo, unë jam regull, jam shumë regull. Le për regullin tonë, shok, po në stalej mos atë kem shpyrtin gjallë. Jo me konë ti, po me konë se t'ka bo Floria Petritja, kupton? Ato kërcnime më i për vete ti. Ti më mësojnë mu dhe të vras ty, edhe dhe vras vetën mrapa. Ty e ke milion të vëllë që të ty. Ti e unë. Nuk kiko për... O ti me mu, po është të dy. Ose ku unë të dy me i në dy në. Arre. Ti më mbo ti këshu kërcni me shmu.
Sa kërcënim ishë? Nuk është kërcënim, kjo dhe të vras, nuk është kërcënim. Ku e di se s'më drejt pa ty për sa? Sepse ti di zona si sa ke boj, para e dyta. Okej, jo tesh, jo Besar Kadria. Në momentin se ti ke fillu me pi kokain, ti ke ndryshu komplet. Mirë, kjo ishte një pjesë nga biseda e të shiftit me njëri tjetrin, ku të dy le të themi kanë mlef, duke qartë se si komunikojnë me Pra njëri është vetëm tjetrin. lefi, nuk është se ja kon realiteti, se aja kon Gjermani në të rast, kur a fol kjo bised, se këto biseda kanë dalë, si ne i kena me lexu në polici, në gjykat, se unë i kam marrë nga avokati dhe i kam... Pra, të njëjta telefonata regjistrimi që i ka bërë ish nuse, i ka dorëzuar edhe në gjykat. Pa në gjykat. Po, Dhe këte gjana janë bën se këta kanë kërcënu për para, pavarësisht më pa kanë fut, e kanë provoku në muhabetet e fjalbe dhe kanë fillu dhe e kanë ingjizu. Kështu janë kanë bashkëpunim e motra, i vllaj dhe e ama. Këtë me aty që e kanë nimu për këto, se kjo kanë vetëm për para provokimi, është bë provokim se e kanë provoku dhe ky nga e qartë. dashuria që ka pas për këta, dhe në dashurin për kalamajt, ishin të dyja në aty dhe kjo është. E dashur, shpresa, më lejon ta marrë Klismanin në këtë transmetim? Po. Le të na ndihmoj regjia dhe ta kemi zilën e tij në këtë transmetim live, gjithmonë, nëse ai kërkon që të flasi, përderisa na nisi të gjitha këto materiale, kërkon që dhe zëri i tij të dëgjohet. Që në fund i thot, hajmë i shpirt. Pra, me kanë gjas janë është i diçka, se aje për i mend do të vrasin, se në atë shpirt nuk, kërkush nuk është kriminell edhe shnet, për aje kur nuk e ka bon nëj tip. Nuk thamë, aja gjithë një njësë, aja konë Gjermani, kjo konë në fund. Alo, përshëndetje. Po bie zilja. Po bie zilja e telefonit të Klismanit. Dhe Dein Anruf wurde an Voicemail weitergeleitet. na doli sekretaria. Okej, tentojmë edhe një herë, ju lutem, për ta telefonuar Klismanin, ndoshta për shkak dhe të orarit, mos ta paragjykojmë, mund të jetë edhe në punë dhe nuk mund të përgjigjet dot, por përderisa ka nisur shumë materiale, do të thotë që zëri i tij do të dëgjojë dhe të japi versionin e tij. Por për të qenë korrekt, tentojmë edhe një herë ta kemi Klismanin në këtë lidhje telefonike, sepse dua që jo pas transmetimit ai të na telefonoj. Atëherë regjia po mundohet, zilja po bie, dhe shpresoj që nga ana tjetër e telefonit të na përgjigjet. Dein Anruf wurde an Voicemail Okej, doli weitergeleitet. sekretaria dhe nuk ta shqetësojmë më Klismani, gjithsesi zëri i tij u dëgjua nëpërmjet të gjithë këtyre materialeve që ne vum sot në dispozicion, por ajo që unë dua të them, ndoshta pas kujtave dhe jo në këtë transmetim, për të dhënë një vendodhje të saktë të dy fëmijëve të vegjël se ku janë, e dashur shpresa dhe të premtoj që nëpërmjet juristes Nexhi Beqiri do bëjmë një ndërmjetësim që edhe pala tjetër ta kuptojë që ai vendim gjykate duhet zbatuar. Nëse ajo ka dalë jashtë Shqipërisë, ndoshta duke thyer të gjitha ligjet shqiptare pa një prokur të babait që ka shkelur ligjin, të paktën të lejoj babain të flasë në telefon. Si do që jetë puna, unë e hep edhe një deklarim. Nesë në qovë sa aja gjinet, nuk e di se si do të ashtu, që unë e falë vetëm të ajat kalamajt të komunikojnë dhe të rrinë me baban. Dhe kamrën e ke përballë, drejtohu Sidorele, se jam e sigur që ajo është duke na ndjekur. Unë, Sidorela Zenoni, të përshnes ku dhe që t'jesh. T'jenë mirë dy kalamajt, Aroni dhe Alani, dhe me dorë në zemër vendosi se ti do t'jesh e pështume nga bukur, nuk ka se unë i di se i kam lexuar dhe ligjet, do falesh, por kalamajt dua që t'jenë në shtëpi në familjen e vet, pavarësisht ti jetën tënde e ke përpara, se vendos vet je e falme nga familja Kadria. Dhe du vetëm kalamajt t'jenë. E dashu shpresa, uroj me zemër të takohesh sa më shpejt sa ti dëgjosh zërin dy nipreve të tu. Dhe sinqerisht më vjen keq që dëgjova një histori të trisht ditën e sotme. Unë këtë më falë Odeta. Më vjen keq që dy të rinj
kaq të bukur, kaq të mirë, që kanë 2 fëmijë të mrekullueshëm, kanë shkuar në divorc. Nuk e di nga erdhi, por siç pranojmë dashurinë, do pranojmë edhe divorcin, por mos të dëmtohen fëmijat. Ata janë më të pafajshmit. Kjo është që mos dëmtohen se daja vet si nuk doli, nuk u pra ashtu. Daja vet ka thënë unë nuk do t'i lap për jetë edhe ki pas mall, i ka thënë tjatit me pa fëmijë tu. Kur njerëzit nuk gjejnë urën e komunikimit me njëri tjetrit, janë gjykatat ato që vendosin pastaj. Po para të gjykata vetëm unë do falenderoj juve si do ta gjej të ju, se për të gjykata, për të policia PUKS, për të policia nuk kam gjetë vetëm të gjykata apelit, kam gjetë vetëm një herë, se pavarësisht e drejta kalamajve është çdo fundjavë të takohet me njënën palë. Cilla palë i takon me majt fëmijë. Por ky vendim gjykate nuk është zbatuar deri më sot. Nuk është zbatuar. Mirë, unë do premtova që nëpërmjet juristes Nexhi Beqiri do bëjmë të pamundurën për një ndërmjetësim, të falenderoj që të pata në studio. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Mirë, me historinë e kësaj gjysheje nga Puka, do të kalojmë në reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë dhe në këtë pjesë të dytë do sjell në fokus disa histori, do t'ja kushtojmë njerëzve të humbur, do sjell pasaporta televizive dhe kam nevojë sot për ndihmën tuaj që kushdo që është duke na ndjekur që foto që ne do shfaqim në ekran, mund t'i keni parë diku, keni informacion për ta, mos hezitoni të na shkruani direkt dhe që në fillim e them kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që e keni poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjumë Reporters TV. Do i nis me foton e Dashamir Xhafës, një 47 vjeçar nga Kavaja, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij në 16 qershor të vitit 2005 nga Italia. Kanë kaluar 20 vite dhe ende familjarët nuk kanë informacion për Dashamir Xhafën. I riu që ishte në Itali, 27 vjeç ka qenë kur humbi kontaktet, i martuar me një shtetas italiane, kishte sjellë edhe një fëmijë dhe pas ditën e 16 qershorit dikush e telefonoi. A i doli nga shtëpia me robat e shtëpisë, mori makinën, u largua dhe nuk i dha asnjë adresë bashkëshortes së tij italiane. Dhe nga ai moment celulari rezultoi fikur dhe kështu u shpall i zhdukur dhe sot e kësaj dite ende familjarët nuk e dinë se çfarë ndodhi me fatin e Dashamir Xhafës. Por çfarë kanë zbuluar ata përgjatë këtyre vite, dua të prezantoj një material dhe rikthehemi në studio. Dashamir është djali i tretë nga 4 fëmijët e familjes Xhafa, i cili rezulton në skedën e të humburve që prej vitit 2005. Ishte viti 1993, ku për Dashamirin erdhi letra për ushtar, ndërsa kreu shërbimin ushtarak deri në vitin 1994. Me të mbaruar ushtrin, një djali i shkathet asaj kohe planifikoi që bashkë me shokët e tij të emigronte drejt shtetit italian, po pa i thënë askujt lidhur me planin e tyre. Ata u nisën me skaf nga Vlora dhe mbërritën në Itali. Fillimisht u vendosën në Foggia, aty ku Dashamiri nisi punë në bujqësi. Gjatë kësaj kohe, ai u njoh me një shtetëse italiane, Rita Kocelin, dashuri e cila përfundoi në martesë në vitin 2004. Ata vendosën të jetonin së bashku, duke celebruar marrëdhënien e tyre përmes një ceremonie në Kish. Një vit më pas, në jetë erdhi djali i tyre Kevin. Jeta vazhdonte, Dashamir punonte dhe tashmë kishte krijuar familjen e tij. Ishte mbrëmja e 16 qershorit të vitit 2005, kur të tre ishin bashk, ndërsa Dashamirit i bie telefoni. Bashkëshortes Ritës i thotë se ishte një miku i tij dhe se duhej të dilte, por do të kthehej vetëm për pak. I shoqi nuk po kthehej dhe Rita vuri në alarm familjarët, ndërsa bën edhe një denoncim në polici, ku zbuluan se Dashamiri ishte akuzuar për trafik droge. Ku ende nuk është mësuar asgjë për fatin e tij, babai i Dashamirit, Muhamedi, akuzon pronarin ku punonte i biri, një shtetas italian, me emrin Paolo, duke e bërë përgjegjës për përfshirjen e të birit në rrjetin e trafikimit të lëndëve narkotike. Kjo është historia e Dashamir Xhafës, dashur miq, u bë thirrje për 47 vjeçarin nga Kavaja, kushdo që ka informacion, qoftë dhe anonim, të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë, sepse ai ka humbur kontaktet në 2005, në 20 vite që familjarët kanë bërë kërkime kudo në shtetin italian, kanë bërë dhe denoncim në polici, ndërkohë që janë bërë dhe hetime, por fatkeqësisht çështja është mbyllur dhe ende nuk është zbuluar asnjë gjurmëjete për Dashamir Xhafën. Dua të bëj një shkëputje, dashur miq, dua të prezantoj një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur maskullore, quhet Prostatol, e cila ndihmon, ky suplement ndihmon për probleme dhe funksionimin e prostatës. Një uni me të dhe rikthehemi sërish bashkë live.
Jemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë e radhës, do të jemi në kërkim të Islam Koçit, një 41 vjeçar nga kryeqyteti nga Tirana, që humbi kontaktet me familje në 5 korrik të vitit 2001, po nga Tirana. Ka kaluar plot 24 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Islam Koçit. Jeni duke parë të dhënat dhe foton e tij, një foto që familja ruan. Është i vetmi kujtim që ka mbetur në familjen Koçi, një histori që është trajtuar gjatë në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, informacione të cilat na kanë çuar shumë larg dhe na kanë çuar pikërisht në Kanada. Dyshohet se Islam Koçi ndodhet në Kanada dhe shqiptar të ndryshëm po bëjnë të pamundurën për të gjetur një adresë të Islam Koçit. Unë dua të jap një kronik për më shumë detaje dhe të njiheni me historinë e tij dhe rikthehemi në studio. Zhduket në ditën e martesës së të motrës së djali i vetëm i familjes Koçi nga Tirana, Islami humbi gjurmët nga kryeqyteti në moshën 18 vjeçare, ndërsa pasi mori unazën e sermës së nënës, e njoftoi se do të largohej diku, pa i treguar një destinacion konkret. Ai doli nga banesa e tij në zonën e Xhamllikut më 5 korrik të vitit 2001 dhe nuk u kthye më. Sot kanë kaluar plot 22 vite dhe nga ai moment asnjë dritje shile nuk është ndezur për fatin e Islam Koçit. Ëndra e vetme e vëllait të 4 motrave ishte të emigronte drejt Greqisë, vend të cilin ai e kishte shkelur për herë të parë në moshën 12 vjeçare, ku kishte qëndruar në Athinë afro 1 muaj me pushime tek disa të afërm të tij. Largimi i papritur i tij pa marrë me vete asnjë mjet identifikimi, edhe sot ngre pikë pyetje të mëdha për familjen, edhe pse Islami shpesh herua kishte bërë me dije se nëse një ditë do të largohej, nuk do të njoftonte askënd. Atë ditë Islami duhet të shoqëronte motrën teksa dilte nga dera e shtëpisë në ditën e saj të dasmës, por u zhduk pa lënë gjurmë, duke u denoncuar kështu i humbur në komisariatin e policisë. Djali i vetëm i cili me punën që bënte siguronte të ardhura për familjen nuk kishte patur kurrë një arsye për të larguar në mënyrë të mistershme. Një djali i qetë dhe një shok i mirë për bashkëmoshatarët e tij, ai nuk kishte shfaqur asnjëherë probleme me askënd, as shokët nuk patën kurrë dieni për planet e të rijut. Një vit pas humbjes në derën e shtëpisë së familjes Koçi paraqitet një person i cili u kërkon borxhin prej 50.000 lekësh që Islami i kishte marrë hua, por pa dhënë asnjë indicie apo informacion për fatin e të rijut. Shpresat për familjen Koçi u ringjallën kur një tjetër person nga Fieri njoftoi familjen se Islami ndodhej në Kret, ndërsa vetë fëmijë i tyre pretendonte se 5 vite pas zhdukjes së tij e kishte takuar në një tren në Athinë, shoqëruar nga një grua dhe një fëmijë. Prej asaj dite, prindrit jetojnë me shpresën se një ditë Islami do të bëhet i gjallë e do të trokas në derë. Kështu ka humbur kontaktet Islam Koçi me familjen e tij, i cili u largua duke e lënë motrën e tij me vellon e bardhë. Ka qenë koha kur motra martohej dhe vllai u zhduk, le të themi, gëzim dhe dhimbje në familjen Koçi, por kaluan javën, kaluan muaj, besoni që ai do rikthehesh në shtëpi, por kaluan shumë vite dhe Islam Koçi ende nuk është kthyer pranë familjarëve të tyre. U bë thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, kushdo që e njeh Islam Koçin, këtë 40 vjeçar nga Tirana, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Mirë, do të kaloj edhe te pasaporta e fundit, do të jemi në kërkim të Erion Bregut nga Skrapari, një tjetër baba, një 41 vjeçar që ka humbur kontaktet me familjen e tij në 24 maj të vitit 2024 nga Greqia. Kjo është pasaporta e Erion Bregut, i cili u largua për të punuar në shtetin grek, ka pasur kontakte të rregullta me familjarët dhe në telefonatën e fundit i ka shprehur vëllezërve se kishte pasur një konflikt me shokun e tij nga Përmeti, ndërkohë që vëllezërit asnjëherë nuk e mësuan se kush ishte ky person dhe nuk arritën dot ta takoni dhe dyshojnë se ndoshta gisht në zhdukjen e Erion Bregut mund të ketë shoku i tij. Gjithsesi, shumë shqiptar janë vendosur tashmë dhe po ndihmojnë familjen Bregu, janë në kërkim të Erionit. Ne po e transmetojmë sot nga kjo studio që kushdo që mund të na njohë, mund të na telefonojë në këtë transmetim live. Por dua të prezantoj edhe materialin që kemi përgatitur për Erion Bregun, këtë 41 vjeçar nga Skrapari, dhe rikthehemi në studio. Personi që shikoni në foto rezulton një humbur që prej datës 24 maj të këtij viti, 41 vjeçar nga Skrapari, Erion Bregu, emigroi drejt Greqisë për të punuar, por fatkeqësisht humbi çdo kontakt me familjen e tij.
Nuk ishte hera e parë që Erioni shkonte në shtetin grek për të punuar. Për shkak se kishte shkelur afatin 3 mujor, e kaloi kufirin me këmbë dhe i kishte vetëm 2 javë që kishte shkuar në fshatin Kallamaki, në një fshat shumë afër qytetit të Larisës, ku filloi dhe punë në bujqësi. Gruaja e moshuar që e kishte punësuar 41 vjeçarin, i kishte siguruar edhe vendin e fjetjes. Rreth datës 20 të muajit maj, në një nga telefonatat e fundit me vëllain e tij, Erioni tregoi se kishte pasur konflikt me një shqiptar nga Përmeti, madje ky i fundit dhe e kishte dhunuar. Pas kësaj ngjarje të treguar nga vetë 41 vjeçari, telefoni i tij u fik. Përpjekjet e vëllezërve për t'u rilidhur ishin të kota. Kanë kaluar 6 muaj dhe ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e Erion Bregut. Familja ka bërë denoncimin për zhdukjen e tij në shtetin grek dhe kanë denoncuar edhe pranë Interpolit. Ata janë në merak për 41 vjeçarin dhe çdo ditë që kalon janë me syt nga telefoni në pritje të një lajmi. Mirë, kjo është historia e Erion Bregut, ju bëj thirrje edhe për 41 vjeçari, kushdo që ka informacion, mos hezitoj të lidhet me 2 numrat e redaksisë e emisionit Pa i Gjorëm. Kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme, unë ju falenderoj miq që qëndruat me mua deri në fund të programit, ne do ritakohemi sërish bashkë, ju e dini që Pa i Gjorëm vjen çdo ditë nga Hanan të Premte, live ora 16 deri në datën 31 korrik kur e mbyllim sezonin. Mirupafshim.